procedurë, ore, mos na keni vënë kamera fshet, mos i lidhëm në televizor dhe kjo seancë është për kamera fshet për vitri. Jo, pyes, përgjithësi. Ore, që s'jam aq i rëndësishëm, jo, po e bën, ju po bëni ju të rëndësishmi tu komikër me këtë ligj. Se unë s'jam i rëndësishëm dhe s'ka pretenduar ne që i rëndësishëm. Ju që jeni rëndësishëm, jeni sigur që s'jeni pjesën e kamerat fshet? Jo, se kam plitë. Jo, ju lutem, seanca është publike, jemi live. Nuk është me nuk është kamerë fshet. Jo, jemi në transmetim live. S'ka as, jemi në dritë dillit. Dakor. Më kupton? Po duhesh ti ngre dhe grilat, dukesh tamam? Inshallah. Jemi, ju lutem o zonja Çavushi, lutem zoti Koreshi mund të vazhdoni me fjalën tuaj për këtë projekt ligj të rëndësishëm. Tani e dyta, se po që se ajo pjesa para, ana procedurale, unë kam hallë testin e karteles mjekësore ka kaluar qeveria që na sjell këto lloj ligjesh. Kartel mjekësore vërtetim që nga mjeku neuropsikiatër, se me të ardhmen e këto ligje deri këtu duhet kalush testin neuropsikiatrik. Zoti Koreshi, ju lutem pak, a ka mundësi një sekond tani të bëhemi pak? O zonja Çavushi, të lutem o zoti Blushi, të bëhemi pak serios sepse Shqipëria ka në fuqi ligjin numër 60 vitit 2016 për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Dhe unë nuk e di kush ka qenë 2016 në këtë tryezë, por kam përshtypjen që ky ligj të lutem, po bën gati nga 2016-a 10 vjet që është fuqi. Të lutem. Dhe nëse keni patur pretendime për nivelin e zbatimit të këtij ligji, mund të kishim bërë dhe një PLS. Po. Post legislation quhet o Blush. Ex post legislation. Dakor? Dhe kur të qajeni për luftën kundër korrupsionit, ja ku e keni. Dakor. Ligjin flisni seriozisht. Po dakor. Tani o kryetar, unë nuk ndërpreva njëri. Ashtu s'ka ndërmend të ndërpres. Lutem. Por a ka kartel, se kur thua ka, a jeni pajisur, se ti e bën kartel që si certifikat sigurie këtë. A keni kartel për të diskutuar të projekt ligj? Tani, lutem shumë, po ne jemi duke diskutuar ligjin. Po tani nëse doni ta, unë kuptoj që s'keni qef ju me dëgju, po thash Këshilli i Ministrave, Kryeministria, ndema tanë, nuk thash juve, si ofendova jo vje keq. Janë ata pa jemi ne, për godinë. Sepse kalosh nga startupi te ligji bil refyzve, është njësoj si të kalosh nga lufta e Vietnam të ndërzimit artificial. E thënë këto sepse kaq pak i kushtut këto inovacionit kryum edhe ministre djel, inovacioni, startup të kërkesave, por edhe ati nuk erdi ministri, këtu vjen ministri, kupton ti sa e rëndësishëm, por unë e përkthej vetëm një gjë kështu që halli madh ju ka ra, se qysh do t'ja plotësoni vendet se do ketë kaq shumë kërkesa për spiun, po kaq shumë kërkesa për këtë ligj për spiun, sa ju do t'ja plotësoni do të elektoratit tuaj dëshirat për t'i punësuar të kjo lloj pune. Tani, para njerë, pse them këta unë, edhe, se nuk është diskim për një tobe stafkullar Hitleri, thoshte kur edhe Shqipëri, unë mora çantë me lek, po Shqipëri gjitha spionët pa lek. Ju do të keni të ky ligj tani do t'i nxjinin padhe spionët, edhe në vej që majti 50 vjet i majti çik të fshet spionët. Me këtë ligj po i nxjini, po i diskutoj, po i nxjini edhe në dritë të diellit. Tani Lushja ka qenë kam spionash, ja, s'ki pas 11 në të fshata dhe ja, këtu nga 20 dhe në dark, i kishe poshtë krevatit urdhëro sa baba me... Ja, spion ligjet, ja. Ta marojun, ja spion ligjet, po të them. Dhe me këtë ligj që po bëni, nuk i bën der asaj Shqipërie, realisht, dhe për vetes tu bëni çfarë doni, por nuk i bëni der. Para njerë dhe te publiku dhe